Që ki djali jem që e shtri? Qka e shtri ashtë si pëtol këtë shpinës? Pse a menet në barka? O djali jem, ka ardhë koha mu martu ma shpejt. O bab, po është zëdin s'ma përmen martesën. Mu martu. Qish me mësme ta përmen mo? Pa dhe mërë që këtë shok të tuin martu kam bëth miti sa s'ke bojsh të ditë për e shtretë si pëdoll. Po s'po du më në mu martu? S'po më vyn gruja kur gja, edhe më s'ma përmen mo. Pa dhe mërë që mu martu që të është jeket nervosa, tu ka prish shikimi syve pi nervosa tu ka prish. Ani le të më prishet nështë, s'po du më martu dhe pik, s'po më vyn gruja. Pa dhe mërë që mu martu të është ma mirë edhe për ty edhe për neve. Gruja të një mënë, t'i lonë teshat, na qëtë neve kafe, qëtësohesh. Bën thëmina, ti rritëm thëmine. Mu s'ma përmen mo martesën, se që 100 herë mu martu. Qëtu më ka o shpirti? O djali jem, qysh mos mu martu krejt bota u martue? Ha, që këtë bota martue. O bab, i në martu këtë bota, po s'po du më martu. Se për para e në martue, se të ka nërë të shpia ka 30 mësaferë. Edhe të s'ke di tjetër që ka me ba, se ta kam bloku shpinë mësaferët, e u dosh me marrë një grue, që me të bati qka. Me të qitë naj flia, naj krelana, naj pita. E sot u dalë shpëreti, u dalë frigoriferi, u dalë pjeskavica, qebapi, krejtë senet e gatshme. Edhe i bëj vetë. Po ti që shdo me bo familje po martu, bre? S'po du se po shkën harq. Po që për harqi mëre? Qashtu po shkën harq. Po du me marrë një grue të gatshme, me frigorifer, me shporet, me maqin, me krejt. Edhe po du plus me thmi të gatshëm. Edhe veç më thrasin më thmija bab, edhe unë e shtrina dhe rinë ka kër shpinët shtu.